Gati për të zgjedhur nga skuadra jote të parin që këndon sonte. Kush është ai? Ose ajo? Atëherë, është ajo në fakt. Duhet vinë skenë Edona. E cila këndon? Edona këndon në fakt një kolazh, një bashkim këngëve, jo për homazh, sepse Roku nuk i ka kthyer akoma patkojt nga dielli, Roku vazhdon të ekzistojë. Dhe do doja nga këtu, nga kjo karrige të përshëndes dhe mikun tim Elton Deda me këtë rast, është një kolazh bashkim dy superhitesh nga Jefferson Airplane dhe Kiss. Okej. Janë këngë shumë të njohura. Kështu që do t'i dëgjojnë ata që kanë qenë të çmendur pas Rokut të dikurshëm, por edhe ata që janë bërë kohëve të fundit. Fansat e Rokut, bëhuni gati për të dëgjuar Edonën me një herë pas këtij klipi. Ja ku jemi pra kanë kaluar 3 faza dhe besoj nuk janë veshur ose nuk janë larguar ato kujtimet e momentit të blind auditions. Jo, se unë kujtoj për se cilin momentin kur kam shtypur një farë mënyrë të ndjesin që kam provuar duke emocionuar akoma, kur kam qenë me kurriz. Dhe ja kujtoj për shumë me Edonën, kujtoj që vetëm unë e shtypa butonin të këti Edonën. Jo, nuk e pas ke memorien e mirë. Me gjithatën pa të përqy shumë njërën se si është në skenë. Dhe zip se kisha një besim që ishe vokali veçantë, sidomos me një tip të veçantë. Kam marrë veç të kohët e fundit që ke edhe pikturën kështu si variant hobi. Muzikën e kam pas gjithmonë pasion, edhe pesi kam marrë në The Voice, kam pas një eksperiencë shumë të re, po vizatimin, pikturën e kam gjithmonë me vete. Sot du me ta bu një portret, diri sa mbarojsh muhabetin edhe me këta. Je sigur që i bënë për kaq pak kohë, po? Po. Shohim. Jo, normal që unë jam portret e thjeshtë. Flok, syze, i kam 2 elemente. Edona i bishi, një vokal të jetë stil, një vokal aq miklues kur del në skenë, aq e veçantë, aq pa parajgjykime, që në prova realisht nuk ma jep asnjëherë këtë emocion. Është e kundërta e të tjerëve. Eksperienca ime në The Voice për mua është një shkollë e vërtet dhe bashkë me studimet e pikturës mua më bën një artiste të kompletuar. Nuk kemi ma probleme përveç se disa momente që ishe poshtë intonativisht. Po nuk është kjo Edona që unë njoh. I shumë e tërhekur. Ti e din maksimumin tonë. Me shumë besim them që doja dali ta ndez skenën. Duket se mbarova. Nashta kisha shtu dhe na i sen, po pelo me kaq. Qa mund kishe shtu të që? Po mirë, këtë kapelin ku e gjete? Kisha të vështirë flok me t'i bo. Se do qofte je piktorja që i këndon më mirë dhe këngëtare që piktorën më bukur, apo si?
Shoqëruar live nga orkestra e The Voice, Edona këndoi 2 super hite të rockut klasik. Elsa, më thuaj ti çfarë mendon pas kësaj që pe? Unë po kënaqem shumë sonte. Jo vetëm pas kësaj që pash, po e gjithë shfaqja, po markton kaq shumë, sa me zor po pres vje premtja tjetër. Ej, Edona, bravo. Tepër bukur, me energji, kostumet e bukura, performuar bukur, kënduar bukur, edhe njërë komplimente i gjithë stafit për punën kolosale, si që po e shini, që ka bërë për të sjellë për se cilën performancë, diçka të veçantë, një botë veçantë, dhe kjo ishte bota e Kiss. Shumë bukur, fantastike. Genci. Shumë show i mirë, shumë shfaqje e mirë, shumë po pëlqen që një konkurrent i Voice-it ka vendos me vallëzu, me koreografi, perfekt, shumë gjithçka o dok mirë, ka tinglu mirë, konga e dytë e ke knu perfekt, i pas shumë energjinë e duhën, gjithçka ka qenë dheqe, po kjo është konkurim, edhe kjo është The Voice of Albania, nuk është koncert prapë se prapë, edhe pse po duket si koncert se gjithçka është perfekt. Ke qenë jo stabile me intonacionin kongën e parë, për arsye cilat edhe unë edhe Sidi jemi mundu me i shëshit edhe me i gjetë, si të qoftë prapë se prapë, për një me urime se shumë mirë kënë. Alba. Me thënë drejtën, Edona ka bërë në përgjithësi një performancë shumë të mirë. Sepse ka pas gjitha ato elemente rreth saj, ka pas për kërcy, është momenti i parë që është komplet më ndryshe, dhe momenti i dytë që me gjitha ato ftyrat e vizatume të regon Kiss, diskutohet. Më pëlqeve shumë Edona, por unë gjithmonë është ajo vërejtja që ta them gjithmonë, mos shty nota, sepse ti ke një zë shumë të bukur, je karakteristike, je veçantë në tipin që ti ke, kështu, e çuditshme, e mirë, do ta kesh gjithmonë një publik që ka me qenë fans i pa diskutueshëm i jote. Sidi. U cekëm gjitha nga pak, sigur të mos ta thoshte Genci të problemin e materialit parë, do e thosha unë ndershmërisht, ka bërë sot 2 prova shumë stabil dhe shumë kompakte. Por me sa duket, ashtu si që tha dhe Alma, normalisht përqëndrimi, hera parë që performon me një grup balerinësh profesionist, veshjet, të gjitha një farë mënyrë janë humbje të vëmendjes. Në qo se bët fjalë për notat e shtyra, ja kam kërkuar dhonë, sepse tek e fundit kjo është roku. Roku do limit, nuk ka roku të mesme. Ajo është një këngëtare stili, unë e di shumë mirë se ku i fle shpirti asaj, te këto tipat si Bjorku, me këto harmonite veçanta, këto gjërat shumë sensuale, por tek e fundit kam qef të marrë nga çdo konkurrent maksimumin prej tij. Prandaj dhe nxorra me rock këtë rallë Edonën, po mund të them që mbi gjitha përveç shkallës të shtrirës vokale që ajo ka, që nuk ka nevojë për reklam, po duket, më pëlqen dhe nuk do të harroj kur një shpirt luftarak si që ajo vajze ka në skenë. Okay. Titoje, I was made for loving you. Unë jam krijuar që të dua ty, edhe ku është ai që ja këndoje? Ja, atje. Është aty lart. Ai vjen gjithmonë, edhe në prova, edhe çëshëron. Ka frikë se mos të merr kushtu apo si shpuna? Jo, vetëm vjen se e dua dhe e dua shumë. Shiko, nëse kemi kohë deri në finale, ku ka më mirë se ta propozoje live në skenë, kupton? Do ishte kështu. O Ledion, nuk e merr kusht, domethënë, ti je i sigurt përveç erës, pesha 20 kg, kupton? Edhe fryn era dhe me. Ku i dihet ta se çfarë do? Bashkojnë peshat edhe Po, absolutisht po. Doja që të na bëje një premtim në trajnerëve të tjerë. Jo Sidit, sepse Sidit ja ke bërë. Unë jam e sigur që edhe Alma ka dëshirë, edhe Genci ka dëshirë, që ti dikur një nga këto ditë na bësh nga një portret neve.
Si thua? Me gjithë qef, është shumë dakord. Unë kam shumë ide një kërkesë vogël. Të treve, të Po, katërve. jam shumë dakord me kërkesën tënde, po kam unë një kërkesë si trajner dhe ajo duhet ta zbatoj atë çai kërkon trajneri. Ma thuaj si di. Bëj portretin, bëj më mirë se sa timin, por bëj pa flok, lutem. Nëse jetë që javës që vjen, do e shohim javës që vjen, okej? Vazhdojmë duar trokitja për Edonan, do të shoh pas pak. Faleminderit shumë.